Problemi themelor për gjithë ato gjëra që ne jetojmë, pakënaqësi në jetën e përditshme kanë të bëjnë drejt për drejti me sistemin ekonomik. Dhe këtu ne jemi fokusuar në vazhdimsi gjatë kësaj fushate elektorale. Pra, një numër i vogël i kufizuar biznesesh dhe sistemi bankar në bashkëpunim i kanë marrë frymën e ekonomisë. Parat që prodhohen pikërisht nga këto njerëz të korruptuar, nga grupe kriminale, parat që prodhohen nga trafiqet, duhet kenë një derë, një rrugë se si të futën në ekonominë e këtij vendi. Dhe për të futur në ekonominë e këtij vendi, nuk ka se si të ndodhë ndryshe, pa ndihmën e këtyre biznesmenëve që ne i quajmë oligarki dhe pa ndihmën e sistemit nivelit dytë bankar. Kjo që kemi në sfondin tonë është Banka Kombëtare e Shqipërisë. Është ajo çfarë kontrollon, pra e ruan zinxhirin e institucioneve financiare, e kontrollon dhe e ruan sistemin pikërisht nga ky rrezik. Këtu fillon dhe komplikohet situata. Në qoftë se këta nuk do kishin dakordsinë e gjithë sistemit politik, këta nuk mund ta realizojnë. Sepse guvernatori i bankës jep llogari para parlamentit, politikanët kanë drejt të hedhin dritë mbi atë çfarë ndodh në sistemin bankar dhe çfarë ndodh me oligarkinë. Pra problemi qëndron që deputetët që ju çonin në parlament nuk ngrenë zërin dhe nuk hedhin dritë pikërisht mbi krimin më të madh, atë që i varfëron dhe i vjedh çdo ditë shqiptar, mbi bashkëpunimin e oligarkisë mafioze, bankave nivelit dytë dhe mbylljen e syve ose edhe bashkëpunimin e bankës qendrore dhe të guvernatorit.